tij deri në ditën e Kiametit. Siç e kemi bërë traditëri mbas xhumaje për parë pyetjet që mund të kenë vëllezërit ose motrat, mund të jenë me shkrim, mund të jenë me dorë. E rëndësishme është mos më ndalon pa pyetje. Më ndodh që kur dëgjoj sura nga Kurani ose ajete kuranore ose lexoj Kuranin në shqip ose kur shoh ose dëgjoj ligjërata islame, veçanërisht kur janë të kësaj xhamie ose xhumas, preken shumë emocionalisht. Elhamdulillah, gjë e mirë është që çfarë bën kur sprekesh. Po kur prekesh, do të thotë se janë në rregull. Sistemi është në rregull. Kështu që stresi në ngrirje ose zero, edhe jem okay. Çfarë kuptimi dhe shpërbimi ka edukata islame në familje? Është pyetje enciklopedike quhet. Pyetje enciklopedike. Duan 46 hutbe xhumaje me sqaru. Edukata në islam është e preferuar, e kërkuar. Edukata, sjellja e mirë është pjesë e islamit, madje një tregues i islamit. Nëse do më di çfarë feje ka një njeri, shif si sillet. E kjo edukat më shumë t'i duket në familje. Që më duhet mu edukata dhe sjellja e një personi me botën jashtë, me botën mbar, ndërkohë që nuk din mu sjell me nonën e vet, nuk din mu sjell me babën e vet, nuk din mu sjell me gruan e vet, nuk din mu sjell me fëmijën e vet. S'ka se lloj kuptimi. Kjo që ai bën jashtë më shumë është hipokrizi dhe interes se sa sjellje dhe edukat. Përkundrazi, sjellja dhe edukata e njeriu të fillon kur ai mbyll derën në shtëpisë tij. Sjellja dhe edukata e njeriu tregohet atëherë kur ai s'ka dalë prej derës së shtëpisë tij, se jashtë fillon interesi, fillon puna, imazhi, luku, e folmja, analizat, çfarë do të thonë, etj. Kurse besimtari e fillon herë me gruan e vet. Besimtari e fillon herë me burrin e vet. Besimtari e fillon me prindin e vet. Besimtari e fillon me fëmijën e vet. Ty duket njeriu në të vërtetë. Kot nuk tha pejgamberi sa më i mirë në mesin tuaj është që është më i mirë në familje, nuk e tha kot. Se aty fillon gjithçka, sa aty s'ka interes. Përveç se kënaqësia e Zotit. Përveç se xheneti. Ai që do kënaqësinë e Zotit, ai që do në xhenetin e fillon nga familja. Sepse në Islam thuhet edukata ka këtë, edukata ka këtë, edukata ka gjitha hadithet. Kemi marrë një hutbë para 3 javësh për edukata. E kjo edukat më së miri fillon në familje. A ka ndonjë namaz që obligohemi të bëjmë 2 ruku? Kjo quhet si pyetje gjagjez, po e gjeti hoxha, do të thotë që është mashallah. Është namazi i eklipsit. Namazi i eklipsit ka 2 rekat, 4 ruku, 4 sejdë. Namazi i eklipsit ka 2 rekat, 4 ruku, 4 sejdë. Pra lexon Kur'an, bjerë në ruku. Çohesh, lexo Kur'an, bjerë në ruku. Çohesh, shkon sejdë. Dhe sejdë tjetër. Pastaj çohesh prap, lexo Kur'an, shkon në ruku. Pastaj çohesh, lexo Kur'an. Pastaj shkon në ruku, pastaj shkon në sejdë e parë, pastaj sejdë e dytë. Pra është i vetmi namaz që ka 4 qëndrime, 4 ruku dhe 4 sejdë. Leximi i surës Al-Kahf në gjuhën shqipe është njësoj si në origjinal, jo. Është njësoj. 2 sojësh. Origjinali është origjinal dhe gjuha shqipe është gjuhë shqipe. Sevapi fitohet kur të lexon në origjinal. 11. Po mirë se lexoj shqipa, kam sevap? Sigurisht që ke sevap se të lexoj fjalën e Zotit, por 11 është vetëm në gjuhën origjinale. Cila është rruga më e shpejtë që të dërgon në xhenet? Islami. Rruga më e shpejtë që e çon njeriu në xhenet është
islam. Po që e muslimon e ketë sigurt. Çfarë duhet dim ne besimtar për xhenetin? 66 ligjërata kam unë për këtë temë. Stacionet e si ka emrin? Stacionet e ahiretit. Kështu që kush e ka bërë këtë pyetjen, ti futet ligjëratave avash. Pa hungut. Jam një motor musliman, unë dhe fëmijët falim, ne agjërojmë, mundohemi të jemi të devotshëm, por burri nuk na le. Pra ai piraki sillet keq, na thot shkoni dhe falni gjuna dhe ngreni pika e kështu në radhë. Ai ka filluar të na përgojojë edhe në për dritarët e banesës, të na përgjojë. Ai ka filluar të na përgjojë edhe në dritarët e banesës. Një natë unë po bëja dush, ai kishte dalë në dritarën e banjës duke më pa. Po mirë, burri jot ka pas, s'ka në që të keqe. Kjo gjë po vazhdon akoma, po më hyn frika ta lej vajzën vetëm në shtëpi se ai do të bëjë një njëjtën gjë, po të futet vajza të bëjë dush. Çfarë lidhje ka kjo? Çfarë lidhje ka? Të shef ty, je gruaja e tij, po s'ka për të pa gocën e vet, se nuk është i çmend. E rëndësishme është që me qenë kujdesshëm, nëse situata është kështu siç tregohet në pyetjen ndahu, shif jetën tënde, pse duhet me jetu me dhunë dhe me terror. Po ky muhabeti më shef më ndush, kam frikë se shef dhe vajzën është shenjat e para të çmendurisë, ose të tujat, ose të burrit atë. Sa është e pamundur që një babë, sa do hajvan me qenë, sa do kafsh që me qenë, të shofi gocën kërë të botë dush. Kështu që o ti jetu u çmen, që ke po pyetjen, o ai ka marrë fund si njëri, ndau prej ti. Që se mendon se burri mund të shofi gocën të ulan dush, s'rrihet më atë burr. Kështu që ndajeni, o ti, o ai. Kam një problem, thot me burrin, kur martuam deri para kaq vitesh, se duhet përmend vitet, okay? Kam problem me burrin, thot kur martuam para kaq vitesh, ishte i mirë. Por nga 10 vite e këtej, që çdo gjë është prishur. Pinte dikur në një tekë raki më përpara, në ndonjë rast. Por mbas gati 15 vjet martesa ai filloi të pinte në masë, aq sa nuk na sillte asgjë në shtëpi. As mua as fëmijëve, dhe sot e kësaj dite pothuajse është njësoj. Nuk na sjell për të ngrënë. Ndahu pse rrim atë burr. Pse është farz me net me këtë burr që s'bjer me hëngër. Ndaje. Po mundon më punoj tot me familjen, mirë po asgjë s'del për familjen, kur kthehet në shtëpi fillon 4 orë, fillon me sharje, bëj gjëra që nuk po mundem me duruar, edhe pse mbasi ka bërë aksident, ka ndej shumë kohë shtri, pasi u bëjmë mirë falë Zotit dhe neve që i dhe pastaj neve që i bëshim hizmet, ai prap po bën të njëjtat gjëra. Na thyen, na bën rëmuj, fjet plak pista. Kanë dëshuar mas 15 të martesë, janë përgjigjë për çdo gjë, çështjet bashkëtorë akoma vazhdon. Mua më thotë ik tek dashnorët, ik brell, të bofsha nonën, bofsha rob. Se ke për obligim me net me këtë lloj gjallëse. Se ti ke bën nërmend me bë durim, edhe këto 700 vjet që kanë ngel nga jeta, duro. S'është obligim me net me këtë lloj gjallëse. Ky nuk është njeri, nuk futet tek njerëzit. O ndahu, o duro dhe këto 300 vjet që kanë ngel. Çfarë thot Ahmeti, çfarë thot Hoxha? Se këto gjëra janë vërteta, vetëm logjik dhe arsye dhe njerëzillik nuk ka. A janë vërteta? Shpresoj që personi që ka po pyetjen nuk e njeh. Po çfarë bëj? 2 zgjedhje, s'ka 3, s'ka alternativë tretë. Ndahu ose dura.
Kur të bëjë rëmuj, kur të shaj denoncojnë polici. E merë policia, bën një 5-6 vjetë pur, si bëhet. Bëhet pull, bëhet tapet. Ka gjithë rahat dhe gaj, a i bën çdo gjë, se denoncon kush, edhe bën si kabadai. Incizoje, denoncoje, edhe shkoja t'je ke veni. Kur shkoja t'je ke veni, e rregullojnë ato që e presin atje, e kthejnë nga kafsh, e bëjnë në njeri. Dhe kur të vi pasaj mas 5 vjeç, kthehet njeri, edhe, inshallah, merresh vesh me të.